Ja dhe një mrekulli tjetër të radhës që Jezusi bëri këtu tek Gjoni, dhe themi janë ato sipas Gjonit 2 mrekullit e parë. Edhe kemi një situatë goxha interesante. Nuk kemi njerëz që Jezusi i kishte përdit, që po shikoni, siç kishte edhe dishepujt edhe, por kishte dikush që kishte dëgjuar për çfarë Jezusi ishte në gjendje të bante. Dhe çfarë Jezusi ishte në gjendje të bante, ai ktheu ujin në verë. Këto ishin disa shenja, le të themi, ose një shenjë e parë që Jezusi bënte, ishte i aftë të bënte mrekulli të ndryshme. Ju kujtohet, neve shikojmë për shembull shenjat e trafikut që shikojmë çdo ditë. Edhe nëse nuk jemi të vëmendshëm me shenjat le të themi rrugore, atëherë nëse nuk i shikojmë, atëherë ne edhe mund t'i shkelim. Pra dhe Jezusi, edhe Perëndia, gjithmonë ka treguar shenja, të paktën në rastin këtu me Jezusin, Jezusi po tregon shenja që janë më të thella se sa një mrekulli e thjeshtë. Për shembull, kur Jezusi vendosi që të bante verë, herën e kaluar ne pam këtë, edhe ishte në fakt ishin, nëse mbaj mend mirë, ishin 6 tent të mëdha dhe ato mbanin sipas llogarive të mia, mbanin nga 37 deri në 38 litra. Jo, prit. 60 litra verë. Pra një nga këto enët e mëdha. Edhe llogaritë ishin 6 është 6, 1200 litra verë. Pra, imagjinoni, Jezusi bëri një shenjë, i bëri një dhuratë shumë zemërgjer. Le të themi çiftit ose ata që organizonin dasmën. Pra, siç bëjmë dhe ne, shkojmë dhe hetim lek përpara se të shkojmë dasmën dhe ata thuajnë një dhuratë. Pra kjo ishte një dhuratë zemërgjer nga ana e Jezusit, për 1200 litra verë që mund siguronte për të gjithë dasmën dhe të kishte akoma. Por krye dasmori aty, që ishte le të themi përgjegjësi i dasmës, tha, po ti pas verën e mirë, tani që janë bërë këta 8, ti po sjell verën e mirë, po sjelli me uflla, çka ke aty? Se nuk dallojnë gjë. Pra, shenja është më shumë se sa kaq. Po Jezusi po përpiqet të tregojë më shumë se sa një shenjë e thjeshtë. Jezusi po përpiqet që tregojë që është nga lart. Por shumë njerëz shumë pak e dallojnë këtë gjë. Kemi situatën pra që vjen një nënpunës mbretëror, mendohet që ka qenë një ushtar romak që kishte në përgjithësi, pra kishte në urdhrat e vet edhe njerëz të tjerë roje. Zakonisht ata kanë pasur nga 100 në vazhdim. Pra 100 ushtar, ata i kishin në urdhrat e tyre. Pra nëse ata thonin hidhë përpjet, ata hidheshin përpjet. Edhe pikërisht erdhi përpara Jezusit dhe do të themi ju përgjërua Jezusit, i tha të lutem, eja, se djali im është sëmur, është gati për të vdekur. Dhe Jezusi i përgjigjet në një mënyrë që ky vetëm e kishte dëgjuar, ky nuk kishte parë. Shej. Po shikoni, vargu 48. Po të mos shikoni shenja dhe mrekulli, ju nuk do të besoni. Jezusi këtu nuk po i drejtohet vetëm nënpunësit. Jezusi po i drejtohet edhe njerëzve të tjerë që e ndjekin, e shikojnë, e dëgjojnë. Ju thot, po nuk pat shenja, nuk besoni. Neve sa po lexuam tek Gjoni, lum ata që besojnë pa parë, që Jezusi i tha Thomait, ti tha më preke.
ndaj dhe besove, se Thomai tha, Zot Perëndia im. Po, tha këtë drejt. Kur futë re, kur Jezusi i tha Magdalenës, shko, nuk i tha shko tek dishepujt e mi, por tha shko tek vëllezërit e mi, mbasi u ringjall. Dhe nënpunësi nuk e diskutoi hiç as pak thanjen e Jezusit, nëse ju ta doni shenjta. Zot, të lutem. Mënyra se si nënpunësi i përgjigjet, thotë Zot zbrit para se të vdes djali, kjo ka më shumë mesazh brenda se sa vetëm 4 ose 5 fjalë sa ka. Ai nënpunësi po i thotë Jezusit, Zot, unë besoj që ti mund ta bësh. Unë nuk kam nevojë për shenjë, të lutem, bëj. Nuk kam nevojë. Unë e di që ti e bën. Mjafton vetëm ti që të vendosësh. Dhe Jezusi tha. Neve dim shumë mirë që Jezusi shikon mendjen dhe zemrën. Ju kujtohet në disa raste kur Jezusi ndërhyn kur farisejt diskutonin mes tyre që për shembull në një rast kur Jezusi shkon dhe ha drekën ose darkën me taksamlesit edhe tha, ata i thonin, a di ky me ku ka ardhur? Edhe Jezusi i përgjigj. Pra Jezusi i dinte shumë mirë se çfarë kishte në mendje dhe në zemrën e tyre, edhe me të sheput. Edhe në këtë rast Jezusi e di shumë mirë se çfarë është në mendjen edhe në zemrën e këtij nënpunësi dhe thot, mirë, ti më the vargu 49, Zot zbrit para se të vdes djali. Pra ti po më thua, unë besoj, të lutem hajde, edhe unë erdha dhe them, Jezusi tha, shko, yt bir jeton. Pra çfarë do të thot vetëm kaq, shko yt bir jeton. Jezusi po thot, unë më isha atje, jam atje, edhe biri yt u shërua. Vetëm për kaq. Tani, ku qëndron? Shikoni çfarë besimi kishte ky nënpunës. Dhe njeriu besoi fjalës që i tha Jezusi. Shkosh dhe të ules diku edhe të thuash të lutem, hajde. Edhe i thot shko se është në drejt. Si që e ka në drejt. Ju ka ndodhur që mund kemi kërkuar ndihmë ose na kanë kërkuar ndihmë dhe neve kemi thënë pikërisht të fjalë. Shko sepse është i mbyllur ky muhabet. Edhe ne që themi, e sigurt? Po, është e sigurt, 100%. Po. Doli një faturë te Vodafone për internetin. Edhe në fakt ata ndryshuan sistemin. Edhe çfarë ndodhi që ata bashkuan dy fatura, korrikun edhe gushtin, dhe e nxorën në një faturë të vetë. Shkova tek Vodafone edhe i thash pikërisht këtë, i thash si ka mundësi sepse unë kontratën e kam për kaq, shumë për kaq, unë e dija që 2 + 2 bëjnë 4, domethënë do mblidheshin dy shuma, do të ditë shumë tjetër. Kjo pse ka ardhur? Po tha, janë dy faturat e bëra bashkë. Po është më pak. Po çfarë rëndësi ka? Aty Vodafone ka llogaritur dhe ke 2 muaj. Paguja dhe janë në rregull. Edhe unë që i them, e sigurt? E sigurt që unë nuk do ndalin faturë tjetër, po do është kjo. Po. E sigurt? Po. Edhe shiko, të lutem, më thuaj që do na hapësh punë. Po të them ik, paguaj këtë dhe janë rregull, pastaj do të filloj me muajt siç ke paguar gjithmonë. Po është e sigurt. Ore djalë. Është e sigurt sepse kanë ardhur edhe të tjerë kanë paguar. Në këtë lloj mënyre siç ka dalë ty faturë. Dhe Jezusi i thot pikërisht këtij nënpunësit, shko, djali yt jeton. Sa herë vim neve tek Perëndia me këtë lloj mendësie, qëndrimi. Ja paraqesim Perëndis lutja, edhe Zoti shikon që besojnë, edhe pse mund kemi ato mëndyshjet tona, edhe Jezusi, Zoti thot shko, është e zgjidhur. E ti thua, me të vërtet? Është e sigurt? Po, shko. Dhe ndërsa pikërisht ndërsa ky nënpunësi e dëgjoi këtë
thënien, le të themi, urdhrin e Jezusit, u kthye dhe shkoi. Njerëz të tjerë dalin përpara dhe i thon djali yt jeton. Çfarë ore ndodhi? Pikërisht në orën e 7 të ditës. Edhe ai e kuptoi që ishte pikërisht në atë moment që Jezusi tha shko djali yt po jeton. Ai mund të ketë pasur lëkundje dyshimi, sepse shikoni se çfarë ndodh më vonë në shkrim. Dhe ata i thanë dje në orën e 7 e lan etër. Atëherë ja ati e kuptoi se ishte në atë orë në të cilën Jezusi kishte thënë biri yt jeton. Dhe çfarë ndodhi mbas kësaj? Mbasi ai Jezusi nuk ishte gabim kur i tha tek vargu 48, po të mos shikoni shenja dhe mrekulli ju nuk besoni. Jezusi nuk ishte gabim, sepse çfarë ndodhi te vargu 53? Dhe besoi ai dhe i gjithë shtëpia e tij. Por çfarë ndodhi? Le të mendojmë diçka tjetër këtu. Le të kujtojmë që ky nën punë si ishte ushtarak. Edhe ushtarët i binden urdhrave, pavarësisht se nuk e besojnë ose nuk bien dakord me ato urdhër. Kur ata thonë shko bëje atë diçka, ata i binden urdhrit. Dhe në fund të rezultatit mund ta kuptojnë që edhe kishin gabim. Edhe ky nën punës erdhi dhe e pa, e dëgjoi me veshët e tij që biri i tij, pra se erdhi dhe se thuhet që biri i tij dhe të gjithë besuan, që familja e tij besoi. Pra erdhi dhe e pa të birin që ishte shëruar, atëherë të gjitha ato dyshime të vogla që ai mund të ketë pasur ranë për to. Çfarë ndodh me ne? Ne mund të kemi dyshime, pengesa, lëkundje që ne kemi gjatë udhëtimit ton me Perëndin. Për shembull edhe vet kryqëzimi i Jezusit, ringjallja, edhe ne që jemi pa gëzuar për shpëtimin, edhe kur e mendojmë themi, me të vërtetë? E sigurt? Po si ndodhi? Kur Jezusi thot, ti je i shpëtuar, ti je i pastër, ti je i shenjtë, ti je i falur. A i keni vënë re, a i keni vënë pyetje të gjithë të proces, edhe shpesh herë mund të jemi përgjigjur, por nuk e di. Kur bëhet pyetja, do shkosh në paradiz? Po nuk e di. Por kur Jezusi thot, shko se ti je i shpëtuar. Kjo është çfarë do të thot pra që të kesh besim ose të vendosësh besimin tek Perëndia yt. Kur ti paraqet kërkesën tek Perëndia, ti beson tek Perëndia. Jezusi i thot disipujt vet, nëse ju do të keni besim se një farë si napi, ju do jeni në gjendje të thoni këtyre maleve lëvizni. Në përsëri themi me të vërtetë, është diçka që mund bëhet. Gjithë secili mund të ketë në jetën e vet në këto momente pengesa, male që paraqiten në jetën tuaj dhe ju mund t'ja keni thënë, rithën Perëndis. Unë jam i pari. Çdo natë, çdo ditë me pengesat e mia, me malet e mia i them Perëndis. Perëndia mund të ketë folur shko. Po unë nuk po shkoj, sepse shpesh herë neve jemi si këta njerëzit që duam shenja, duam mrekulli që të besoj. Jezusi thot, Perëndia thot, ju do të besoni vetëm me shenja dhe mrekulli, për lum ata që besojnë pa i parë. Juftoj, ndërsa ne kemi këto dyshime, këto lëkundje të besimit ton, le të jemi më të qëndrueshëm, le të jemi më të dëgjueshëm në fjalën e Zotit. Edhe ju siguroj Zoti do të na bekojë.